përshende që te gjitheve dhe mire se vini serish në kanalin tone. A he keni pjetur andon që here vetën se cili eshte sekreti, i vertete per te pasurnje gjetet e gjate, plot shendet te energi. Shume njeres flasin per dietat, stervicen de genet, por sot du t'ju zbuloj një sekret kë 99% i në rezvi nuk e përmendin kurri, por ke mund te gjete shelesi i vertete per një plekerite lumturt di aktive. Nuk eshte ndonjë pilule magjike apo një ushtrim i komplikuar. Shte diçka shume me e të le dhe me e fukishme, këndroni me mua deri në fund, sepse ajo që do të mesoni sot mund të gjundri shogje gjeten për gjithmone. Para së të zbulojme kete seles të fshete, lë të flasim pak për kazhen tradicional ndëj plakqes, kur me ndojme për të këndruar të shendet shem, qfare na vjen ndërmend. Salata, vrapim në park, gjume i mjaftueshëm apo jo. Sigurisht, te gjitha keto jane gjashte zakonisht te rendesishme. Një diete i ekuilibruar, e pasur me fruta, perime dhe proteina, eshte themeli i shendetit toni. Aktiviteti i regullt fizik forkon muskujt, kokat dhe sistemin kardiovaskular. Dhe një gjumet qilasur i lajon trupit dhe trurit tone të rikuperohen, por e mjaftojnë keto. Imaginoni dike kje injek të gjitha keto regula me përpikeri. Hashendet shem, ben palester që du ditej, fletet e ore, por ndihet bosh, i vetmuar dhe pa një kelim në gjete. E mendoni se ki person du te gjete vertit i shendet shem dhe energjik në moshen atësi vjeçare. Studimet tregojnë se ka shume mundesi kjegjo. Kjo eshte sepse kemi lene pasdore një element helbesor, një shtilet e katër të shendetit, po akte rendesishme sa dieta, ushtrimet dhe gjumi. Ki element ishte ajo kje i gjep kuptim gjithë shkagje ta jetir. Ate here, sili eshte ki qeles i fshete. Gjene ligjet tona shokeror dhe nxengja i perkatesise. Po, i dhe gjuat mire. Silesia i marrëdhënieve tona me njerëzit i qere ka një ndikim të gjashteza konshimt i të drejt për drejte në shendetin tone fizik të gjetek gjatësine. Kjo nuk eshte thjesht një ide e bukur filozofike, por një fakt i vërtetuar shkencerisht. Një nga studimet me të gjata dhe me të famshme në histori. Studimi i Harvardit për zhvillimin i të rriturve, i cili kanë gjekur jetën e kindra njerëzve për me shumese asi vjet, arriti në një përfundim të karte dhe befasues. Drejtori i studimit, Dr. Robert Waldinger, tha mesazhimi i karte që marrim nga ki studim azat vjeçar e shteki. Marrë denjet e mira në mbajne me të lumtur dhe me të shëndetshëm. Pike. Nuk ishte niveli i kolesterolit në moshën e mesme, as presioni i gjakut apo statusi ekonomik. Faktori kryesor kuj parashikonte se kush do të ishte i shëndetshëm dhe i lumtur në moshën, as si vjesare ishte cilesia i marrëdhënieve të tyre në moshën faqan vjesare. Njerëzit ko ishin me të kena kur në marrëdhëniet e tyre, kofte me partnerin, familjen apo mikte, jetuan me gjate dhe ishin me të shëndetshëm. Por pse ndodh këgjo? Si mundet nje bisede e mire me njemik apo nje per kafim nga nje i dashur të ndiko gje kak shumeni biologjin e tone? Per gjik gja këndron të stresi. Ne gjemi kenje shokerore. Kur ndihemi të vetmuar ose të izoluar, trupi jene hin në nje gjengjete vazhdueshme stresi kronik. Kjo gjengje lëshon hormone si kortizoli, të silat, kur gjanet e larta për një kohete e gjate, mund të shkaktojnë inflamacion në të gjithë trupin, të dëmtojnë sistemin imunitar, të rrisin rrezikun për sëmundje të zemrës, diabet dhe magje edhi të përshpajtojnë plakjen e kelizave. Vetmia, fjale për fjale, na semur. Nga ana qeter, kur kemi lidhje të forta dhe mbështetese, ndodh e kunderta. Derveprimi pozitiv me njerëzit leshon hormon si oksitotina, e njohursi hormoni i dashurisi, i cili ull stresin, përmireson humorin dhe forkon në gjengjen e lidhjes.
Te kesh dike me te cilin mund te flasesh per problemet e tua. Dike kë te festogje sukseset e tue dhe tjesht dike me te cilin mund te keshesh. Vepron si një amortizator kunder vështirësive të gjetis. Kjo mbështetje emocionale mbron trurin dhe trupin tone nga efektet negativ të stresit. Tani, pjeqa praktike jeshte. Si mund të kultivoj me këti qeles të fshete, si mund të ndërtoj me dhit të mbaj me ligjet të forta shokerore në nje bote ke shpeshna në kësir të drejt individualizmit, nuk ka nevojë të beheni personi me social në bote apo të keni këndramik. Silesia jeshte shumë me I rendesishme se sasja. Gja disa hapa konkrete kjo mund të ndërmerni me njëhere. Se pari, investoni no marrëdhëniet ekzistuese. Merrni telefonin dhe telefononi atë mikun apo të fermin me të cilin nuk keni folur prej kohësh. Mos dërgoni thjesht një mesazh, dëgjoni zërin I tyre. Organizoni një kafe ose një drekë. Kaloni kohë cilësore pe u shpërkendruar nga telefoni. Tregoni interes të senkërtë për gjëtën e tjerë dhe ndani e të gjërat tuaja. Këto momentet e vogla lidhjagje gjane ato ke ushkajne marrëdhëniet dhe I bajne ato te lulezojne. Se vendesoni kohen para ekranit me kohë bale per bale. Se diti, krijoni mundesi per lidhjete regja duke u përfshiri në komunitet. Gjeni një hobi ose një aktivitet kë ju pelken dhe kë përfshin njerëz të tjere. Mund të gjetje një klub libri, një kurs kërcimi, një grup vullnetaresh, një ekip sportiv amator apo edhe një grup shëntitjesh në natyre. Kur ndani një interes të përbashket me të tjerejt, lidhjet krijohen natyrshim. Do të habiteni se sa njerëz interesante dhe mbështetes mund të takoni kur dilni nga zona gjuesh e rihatisi. Se treti, praktikoni buxharin dhe miresine. Beni diçka të mire per dike qëtër pa pritur asgje në kembim. Ofroni ndihmen tuaj në gjithë fëkingji, beni në kompliment në koleg, apo tjesht buzekeshini në të pangjohuri. Aktet e vogla të miresi se, jo vetëm ke e bejne diten I qetrit me të mire, por gjithashtu në bejne të ndihemi me të lidhur me botën dhe ngjërezimin në përgjithësi. Gjo ngjenjet I kontributit dhe I lidhjes eshte ngje ilaç I fukishem per shpirtin, prej leta per mbledhim. Dersa dieta I shëndetshme dhe ushtrimet fizike gjane absolutisht thelbësore, ato gjane vetëm një pjesë e enigmes. Qelesi I vërtete dhe shpesh I haruar për një jetë të gjate. Të shëndetshme dhe plot energji ishte cilesia e lidhjeve tona shokerore. Këto lidhje në mbrojnë nga stresi, në mbështesin ne kohët të vështira dhe I gjapen kuptim dhe gëzim gjetës sone. Mos prisni derisa te plakeni per te menduar per kete. Filoni sot. Investoni kohë dhe energji në marrëdhëniet tuaja. Ashtu siç investoni në palestren apo në ushkimin tuaj. Ki është investimi me I mira ke mund të beni për shëndetin dhe lumturinë tuaj afat gjati. Faleminderit shumë ke me ndoket deri në fund. Shpresoj ke ki informacion të gjuket e frimezuar për të I pare marrëdhëniet tuaja me gjesi qetir. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni t'i beni like, të shpërndani me mikte dhe familjarit tuaj, dhe sigurisht të beni subscribe në kanal për me shumë përmbajtje si kjo. Do të dogja të dëgjogja mendimet tuaja në komente. Cili është përgju sekreti një gjetët e shëndetshme, shihemi në video në radhjes, kujdesuni për veten dhe për lidhjet tuaja.